Shteti Mirza më keni ardhur sot në intervista. Çfarë thua diçka për karrierën? Unë i bëna studimet tek Universiteti i Tiranës, tek Dega e Shkencave Politike. Pastaj fitova një bursë nga Bashkimi Evropian në Universitetin e Leuvenit, ku studiova politika europiane. Me njerë pas studimeve u riktheva në Shqipëri, ishte viti 2013 dhe për 8 muaj kërkova punë në Shqipëri, nisa shumë aplikime, por ama akoma ishte edhe siç vazhdon sot mentaliteti, ndryshoi regjimi nga Berisha në Rama dhe çdo gjë ishte e pezullume, si në publik, si në privat, askush nuk ju përgjigj aplikimeve të mia pas një masteri në një nga universitetet më të mira të Europës. Bëra një aplikim jashtë vendit, më në fund, pas 8 muajsh përpjekje, edhe emigrova sërish. Pastaj kryeva doktoraturën tek Universiteti Norvegjes i Shkencës dhe Teknologjisë, jam sociologe shtetit edhe studioj se si politikat kanë impakt mbi shtetin edhe mbi të gjitha mbi pabarazitë sociale në shëndet. Lidhur me sociologjinë e Shqipërisë, ju si doktor shkencave, si shikoni gjendjen? Tashi Shqipëria ka 30 vite në tranzicion. Edhe besoj se shumë shqiptarë tashmë e dinë që ky tranzicion është pas një destinacion. Gjithë kena kenë me shpresën që do të na çojë dikun, e nuk do të jemi në përsiatje të vazhdueshme. Krizat në Shqipëri janë akumuluar dhe mi vendos. Kemi një krizë ekonomike, krizë sigurie fizike, krizë besimit tek njëri tjetri, tek institucionet. Edhe tana këta kanë qunë në kriza sociale e mas shumti në krizën demografike të shpopullimit të Shqipërisë nëpërmjet emigracionit, por edhe rrëmjes të linjeve të reja. Teorikisht si zgjidhet? Teorikisht edhe praktikisht janë institucionet e forta dhe të drejta. Duhet institucione ku ne mos funksionojmë as me mik, as me lek, por rregullat jenë qarta, rregullat i trajtojnë njerëzit në mënyrë të barabartë edhe pa favorizime. Shqiptarët ku do në diasporë, nuk janë më të mirë se shqiptarët në Shqipëri. Është sistemi që atyre ju tregon rregullat edhe shqiptari din me i njeh një rregull drejt. I kena këtë mundësi, kena vetëm nevojë sistemin edhe në Shqipëri me e largu nga korrupsioni, nga kapja, nga favorizimet, nepotizmi. Luve Mirza, si parashikon fundin e protestave? Fundi i protestave, unë parashikoj një herë që protestat në Shqipëri kanë fillu edhe nuk duhet ke një fund. Nuk s'ka nevojë me kënd vazhdueshme të panërpreme, por ama tashmë shpirti i protestës të shqiptarit, kjo kulturë politike e lirisë a zhvillu, e lirisë e mendimit se çfarë përban liria edhe çfarë drejta jep ajo. Tash ky shpërthim për mua është fakti e vërtetimi që shqiptarët tash e mrapa do të protestojnë, nuk do të jemi më pak. Do të jemi ashtu si ka thënë Lvizja bashkë, do të jemi shumë edhe do të jemi bashkë. Për të kërku drejtësi sociale, për të kërku zhvillim ekonomik, për të kërku kushte dhe standarde që edhe ne që jena në diasporë, ta kena më të lehtë marrë në shtëpi, sepse nuk është shumë e vështirë kur largohesh, është shumë e vështirë, ne lajmë mrapa shumë gjana, edhe kena tanë syt se si mund të bëjmë Shqipërinë, si po zhvillohet Shqipëria e kur mund të kthehena. Lvizja e diasporës të 2 javë 20 ditë më falë, është e vërtetan mas mirë që shqiptari ku shik, nuk dan me ikë për gjithmonë. Nuk na mjafton siguria ekonomike, nuk na mjafton reputacioni që mund të arrijmë nëpërmjet profesioneve, sepse humja shpirtënore që ne kena me njerëzit, me vendin, nuk i shpagun këto përfitime. Apo ndihmon kjo lëvizje shpirtërore të diasporës edhe plogështinë e shqiptarëve në Shqipëri? është ba një sinkron tashmë, emocional. Njerëzit ndoshta mendojnë është eufori, por nuk mendoj se kjo është eufori, kjo është rigjetje. Ne u nishim tant humun, u nishim realisht tant vetmum. Kur unë kam marrë fjalën e parë në Bruksel, edhe pyetjen që unë ju drejtova gjithë njerëzve ishte pse duhet me kenë më lehtë me ik? Pse duhet me kenë më lehtë me i lanë për vetëm, ose me të thënë baba ik për shtëpiet? Pse u dasha kja me kenë më lehtë? Mendova se mund t'isha ndoshta deri diku patetike në këto pyetje, mund t'i baj vetëm unë. Por ama mas mehet kam dëgju emigranta nga tana qytetet e Shqipërisë, të i dhanë edhe ma forcë asaj nevojë, ma za asaj nevojë tonen për më u kthy në shtëpi. Edhe kjo besoj e kallani ka ndërgjithësuar edhe shqiptarët në Shqipëri që ndoshta nuk është përgjigjja e emigrimi. Kur janë kaq shumë emigranta me kaq dëshirë të fortë, edhe mas 20 vjetëve, 30 vjetëve në emigrim, ku nuk ju mungon kur gjë, mbledhin protestë
sepse m'lellen me lanë forcë për me ndryshu vendin, për me mujt ju siguru fëmijëve tyne një të ardhme që nuk përban vetëm plotësim ekonomik e reputacionit, por edhe shpirtënor siç mund ta gjejmë veç në shtëpi. Kam ju dha një mesazh për shqiptarët. Mesazhi jem është demokracia. Demokracia procese demokratike dojnë durim. Dojnë besim, duhet besojmë tek njëri tjetri, por dojnë edhe kontribut. Mos presim kush do ta bëjnë, po ta bëjmë tanë bashk, edhe për te diferencave që shohim me njëri tjetrin, të besojmë që secili do të më lanë më të mirën. Të japim këtë besim njëri tjetrit, sepse kasta jonë politike për 35 vite ka bë punën më të mirë që kanë bë, ato për veti, është me i bill shqiptar që shqiptar të mirë nuk ka, sepse ato janë të mirë vetë. Ama mantra tyne, tashma, me ato mira njerëz që janë shesh para, edhe unë du që çdo shqiptar i baj thirrje, t'i kujtojnë të ditë edhe kur këto ditë nalen, sepse këto janë ditë e besimit, këto janë ditë e durimit, edhe këto janë ditë e kontributit që duhet t'i vazhdojmë, tana format.